Pyetja e fundit, selam aleikum hoxh, shumë shpesh hasim me biseda për vështirësi në zgjim për të falur namazin e sabahut. Gjë që po ndodh sidomos me njerëz me sprova sere. Por kur po është pyetja namazi i natës, mundohem me unë përmbaj. Unë kisha pas dëshirë një këshill për të gjithë për ta lehtësuar këtë problem për namaz sabahit edhe zbeja e namazit natës. Allah ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e pritesës namaz sabahut s'ka të bëjë me sjerheq. As nuk ka të bëjë me asnjë gjë tjetër përveç me dobësitë imamit. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt ka thënë namazet më të vështira për munafikun janë namazi sabahut dhe namazi yatsijës. Këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë si namaz në esencën e vet, por si namaz me xhamat. Se për më qumë fol vetë të shtëpia për këto s'ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ka fol për ata që nuk shkojnë me fol në xhami nëse xhamin e kanë afër. Sa ndëgjohet e zonë do thirr me zonën e lirë pa zmadhus. Nëse ata që nuk shkojnë, pritojnë me shkuar në xhamin sabah në yaci e kanë xhamin e afër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur për shenjave të nifakut. Kurse mos më shumë fal namaz sabahut hiç të shtëpia. Kësë ka të bëjta me këtë hadith që shkallë më të narta. Edhe shka i mësua, shejtoni edhe në shtike. Por tuti që kjo s'ka fa heq, veç shejtoni do këtë fare. Qka në mjetë dhe shejtoni në shtik, qka në vend të mbashtoj shejtoni që mbashtoj, kretë qka të i bën gjërat, veç kjo s'ka fare. Kretë i ka shejtoni fare. Nuk është kështu. Shejtoni ka disa ndikime, por shejtoni kërko nuk ka për bërdore, mësë me la më qu. Shejtoni të jeshton disa harame, po kërkon nuk e të reheq me qutire të harame. Illa an da'autuhum na jetë vesh i kom thira ata, thës të gjepë të mli, nuk më kini përgjish. Tash sa njerët fishton u dhe të mi përgjish, kjo është bëdalaki e lojt vetë. Namazin e sabat nuk mundët më qua me falë, ose ka vështërsi me falë në një, ai cili rrinë masjacijës. Rrinë deri në 2 natës, 4 më shumë e falë sabat, mos mund është. Kjo ka kush do që provan këta ka vështërsi. Po bëni lëshim dikur, ku bën lëshimi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urrejt me ne mas namazit të yacis përveç me nevoja të rëndësishme. Që e të lezua, të bën e far ligjërata, e të bën e far xhihad, ja diçka. Po nyshe mas yacis më ra më flet. Kush do që bjen mas namazit të yacis, parimisht nuk ka më pas problem më qumë me fal namazin sabah. Kjo është çështja e parë. Çështja e parë është për shkak se e prishme hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos rrini mas namaz yacis tana kena vështirësi, po vështirësi nuk ka probleme këtu, po problemi është atë që ka shejtoni po atë ti ki forcë që ne ti s'ka ne shejtoni në teje. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë nuk i morrin mosat. As nuk le alarm, as nuk e porosit dikon, as nuk gjëheq. Bjen plan ora 1, kur qohet kanë ditë që ata dilli gatin në mes, pas ka zënë vojë, nuk është që të ka zënë vojë, por vetë s'ki dash më qu. Për shkak se nuk e marr asnjë mos. Për pas një diçka të rëndësishme të kësaj dynjoje, në pason dikush që sa shkua sabah. Nesër nëse qosh në 4:10, kimi marr 4 milionerë, ja s'kish vetë hishtje namaz sabah, ja kish porosit këtë familje që këshon nëse gjumët qënë me kish marrë diçka, s'ka marrë mosa. Më thamë një, mos mëret, mas namazit yacis përveç nëse është e rëndësishme, 2, me marrë mosa me uzgju. Edhe 3, që është më rëndësishme me pas parasysh se zjarmi i xhenemit përshtonsh. As-salatu khayrun min an-nawm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë lishme në namazin sabah me ndruar diçka në ezan që është simbol. Ezan është simbol i fesë islame, në gjitha ezanet është ndryshe, namaz sabah është ndryshe. E keni 2 herë përsëri këtë namazi
është më i vlefshëm se gjumi. Namazi është më i vlefshëm se gjumi. Tash nëse miren krejt të mosa, nuk është e mos me do gjumi, por nëse ndodh, najherë ndodh. Njëherë ka ndodh edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët të takrim. Se në çdo sahabë. Kur ka ndodhur me sahabët e kanë humbur namazin sabat, pastaj kanë fal masi ka kaluar dielli në shtizë. Najherë mundet më ndodh, por më pas si problem të përditshëm, nuk besimtari nuk duhet me pas këto si problem të përditshëm. Kanë disa tregime të gjeneratave të para që kanë shfrytzuar për masjatësie me ne, për shkak të shkrimit librave, për shkak të diturisë, edhe kanë përdorur një metodë shumë interesante për muçu me fal namazin sabat. Para se me ra në gjumë, kanë pi ujë për te, asaj që është e zakonshme, në mënyrë se na muçu për shkak të nevojës. Edhe që tu kanë menua, qish me muçu me fal namazin sabat. Po,